Dhjetra banor të fshatrave të zonës naftëmbajtëse Patos Marines kanë protestuar përballë zyrave të kompanisë Bankers Petroleum për mospagesën e qeras së tokës. Ata thonë se janë rreth 800 banor të fshatrave Marines, Belin, Sheqisht, Zharës, Kalln, Frashëre e Kuman, të cilët që prej fillimit të këtij viti nuk kanë marrë lekët e qeras vjetore të tokës, e cila është në shfrytëzim nga kompania prej vitit 2010. Tokat Bankersin na i ka marrë me qera dhe nuk e respekton kontratën. Kontrata është bërë me 4 milion lek dylymi, këta kërkoj ta ulin, ta bëjnë me 2. Vite tjera ne na i ka paguar pakesën, kurse këtë vit na ka vënur shumë. E thot arsye se ju e keni me 4, thot dhe tash do ta pagoj me 2. Pse ta pagoj me 2? Kur ne kemi me 4, kemi bërë kontratën 10 vjet më përpara. Kam që nga data 9 janar, kam vajtur janë paraqitur 2 herë te kompania, nuk pranojnë ta firmosin kontratën sepse të vën kushte, sepse ata janë fuqishëm. Kompania po shfrytëzon nga 2010 deri tash i thon 15-16 vjet. Banorët kërkojnë një zëri respektimin e kontratës sipas ligjit, ndërsa kundërshtojnë ndryshimin e saj nga 1 vjeçare në 2 vjeçare, si edhe përgjysmimin e çmimit të qeras. Përsëri nuk janë të rregullt. Edhe me 4 këta ne i vonojnë lekët. Ne kanë vonuar nga 6, 7, 8 muaj. Ka edhe nga 2025 që janë firmosur kontratat dhe nuk janë dëmshpërblyer. Edhe me 2 fjalë themi kompanisë. Dakor, na liro, tokat na i kthejnë gjendjen e mbarshme, që ne të prodhojmë mishë dhe gru. Edhe mos merremi me ta, se s'ka nge njerëzit vinë lart dhe poshtë në zyrët e tyre. Ky ka marrë gjithë tokë edhe nuk na dëmshpërblen. Ne kërkojmë nga Bankersi të na i ngrej çmimin, jo të na i ulin. Ata pohojnë gjithashtu se nëse kërkesat e tyre nuk do të merren parasysh, do të kërkojnë rikthimin e tokave në gjendjen e mëparshme. Në rast se këta nuk do na japin përgjigje sot, neve do të vazhdojmë në vendburim. Do mblidhemi dhe njëra tjetrin para lajmërojmë, pastaj do bllokojmë sheshet e puseve, që dhe këta të mos ta futen. Kjo është një grevë simbolike në shenjë paralajmëruese, se ne pastaj do njoftojmë dhe policinë dhe do ta përshkallëzojmë sa të zëmë dhe vendburimin atje. Për banorët e zonës naftëmbajtëse, qeraja vjetore e tokave mbetet një ndër burimet kryesore të ardhurave të tyre.